Prej 6 ditësh qarkullimi drejt Juglindjes mbetet i ndërprer pas shembjes së aksit Libresht-Prenjas, autoriteti rrugor shqiptar njofton se ekipet po punojnë për largimin e masave të dherave në rrugën ekzistuese dhe ka nisur ndërhyrjet për sistemimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Situata u përkeqësua pas erozionit të vazhdueshëm në zonë, ndërsa një ditë më parë u demontua edhe ura në arrat e Gurrës pasi doli jashtë funksioni. ARSH sqaron se për aksin e ri në ndërtim, pas përfundimit të studimit gjeologjik, do të rishikohet projekti i zbatimit për segmentin Elbasan-Librash-Qaftan, pjesë e korridorit të 8. Shembja e urës lidhet me gërryerjen e vazhdueshme në basenin e Shkumbinit. Dyshohet se ndërhyrjet masive të kompanive private të pajisura me leje shtetërore për punimet në segmentin e ri Elbasan-Qaftan mund të kenë ndikuar në destabilizimin e terrenit. ARSH ka vendosur të ndërtojë një rrugë provizore rreth 1.3 kilometra buz Shkumbinit për të rikthyer përkohësisht qarkullimin, por nuk ka bërë publik një afat të saktë për hapjen e saj.